Ishte një profil fare i shkurtër, por i mbushur me jetë, me shumë dashuri për njërin prej artistëve më shumë dimensional të skenës shqiptare, një artist atipik, një njeri i cili ka një karierë të gjatë, ndoshta më them ndoshta nga më jetë gjatët e atyre që performojnë sot në skenën shqiptare, Frederik Ndoci, mirëmbrëma dhe kënaqësi që të kam në program. Faleminderit shumë që erdhe. Me shumë kënaqësi, zotja Beti. Përmënërës edhe ju që në ndiqni, nuk do t'ju mërzisim, do të them gjëra të bukura. Jo rastësisht thash atipik, por ti e je dhe unë do të quaj djaloshi i përjetshëm i muzikës shqiptare, edhe pse ti je shumë dimensional, po më thoje ke të paktën të regjistruara 400 këngë, mbi 360 poezi, 9 filma, do të thënë një karrierë shumë e gjatë edhe... Instrumenta, kompozoj vetë, edhe për të tjerët, edhe për vete. Po kjo do të asgjë. Artisti, zakonisht në vite që jemi, do t'jetë pak më multidimensional se sa një artist thjesht debutues, sepse debutuesi është nip i natyrës, kurse artisti krijues është biri i natyrës, pas konvencioneve. Atëherë, me kënd që dikush kënaqet edhe me një poezi tim, ose me një ese, ose me një këngë të re, ose me diçka, do aty bën më kërkues, bën më updated etj. Riku, vjen nga një aktivitet i fundit mbrëm, një koncert shumë i bukur në Teatrin e Operës dhe të Baletit, 10 vjet pop roku shqiptar, dhe ti ishe një nga ato artistët e shumë që u ngjitën në skenë, artistët e përzgjedhur, do të thoja unë, të pop rokut shqiptar. Kozeta Kurti, e falenderoj, na mlodhi mram një javë për prova, edhe mram doli një natë e paharrueshme, sa që salla në fund në kam vazhdo të dhënë entuziasmin. Djeto janë aktivitete që duan shumë mundë, shumë koncentrim për të vëllon një natë. Tash i mrapa do shojmë si do ndiqet në këto rrjetet sociale. Me siguri kam e pas një hond madh sepse edhe jubilar, do të thënë 10 vjetor, edhe kishte disa gjëra shumë pikante, kozeta me shumë kujdes. Shkoi shumë mirë. Po, tani karriera jote shtrihet në disa dekada. Ke nisur që në fillim të viteve 80. Bi 60 vjet. 60 vjetë, pra atërë që në vitet 70, në fund viteve 70. 66, janë në për të festivalet kombëtare për fatosa pioner në atë kohë, për fëmi. Kam fillu me kënu, edhe jam për zjell, kam fitu çmime vazhdimisht, gjithmonë dytin, sepse këngët e mia ishin jo tematika ditës, ishin tematika dytë, po duket e merja nga bravura edhe kënga e gjetur. Pastaj fillova në orkestrën simfonike të qytetit, kur marrova klasën e 8, nuk nova ma që në klasë 6, sepse kisha hallë për kordat vokale. Pastaj fillova me oboe, si oboist në orkestrën simfonike të Filharmonike të qytetit, Shkodrës, me dirigent Erbi Krantja, për 5 vjet. Pastaj, në gjatë se karrierës, u mora edhe me teatr, edhe me estrad, pra si aktor. Ku kënoja dhe me këto festivalet lokale të rinis, këngës qytetare popullore, edhe aty u spikati Frederiku. Pastaj erdha në Tiranë, me doli shkolla për fat mirë nga konkursi që e fitova. Pa e treguar biografinë tënde, ceni në biografi, njollën biografi. Aja pak rëndësi ka, sepse sot biografia është diçka rëndon pasi... Jo, për në atë kohë ishte diçka që të linte pa perspektiv. Eshte një të gjonë sot me e thonë, që është këtë diçka kotë me e thonë, s'ta kupton njeri, po kujt për janin. Jo, njerëzit e kuptojnë. Nese, në atë kohë, cenë biografi ishin për fajtë të pararsve tonë, pasaj mrapa në malë që vojmë pasojat, por unë nga ajtë cenin biografi, mos të kisha këtë cenin, mund të shkoja nga mesatarja, larë që kisha, mund të shkoja edhe për filozofi ose për juridik. Po në atë kohë, futeshe një rjetë, do më thënë shumë, më thënë siteshe, mirë, që ose do shkoj për këto lëndë filozofike. Që jo e dhja se do më dilë të në gjotë, do më qërë. I ke cekur thuaj se të gjitha, po ta marim artin si një tastier pianoje, të gjitha tastove i ke rënë. Ku e ke gjetur veten më shumë? Zakonisht... Tek kënga, tek aktrimi, tek poezia? Dhe gjitha artet kanë specifikën e vetë, dhe janë jashtë zakonisht të thella në erudicion për të përfaqësuar në një art duhet shumë punë. Pa thjesht talenti, por duhet puna.
unë them që edhe në teatrin, si aktor teatrit, si aktor estrade, nuk kam kënë keq, me modesti. Por kënga është një koncentrat tjetër. Kënga është në 4 minuta do thuash një botë shpirtërore, do japësh sa frekuencat, sa lëkundje, do thënë elektromagnetike, që tjetrit i përthith ose jo. Në që ose i përthith mirë, pozitivisht, ti je shumë i këndshëm për atë. Edhe bash, për herë, do thënë, e bani një fans. Kjo është një lloj, nuk e kemi ditë këtë thellësi, që është kënduarit, ose që është artit të interpretuarit. Megjithatë, koncentrimi jem ka qenë thjesht si muzikant, si njëri pak më i formuar në kanalet e arteve, kështu që kam edhe piktura. Edhe piktura? Po, edhe piktura, edhe poezi, edhe kam kantautor, që kam shkruar këngë edhe për vete, edhe për të tjerët, edhe për fëmijë. Zakonisht tash ka ardhur një moshë që vetëm dua të ndihmoj brezin e ri, ose këngëtarët e ri, ose artistët e ri, që kanë qef, kanë hobi, kanë dëshirë, unë i ndihmoj pa asnjë lloj kushti. Tani, gjithë karriera jote, jeta jote, ka kaluar në për stacione të shumta, disa prej të cilave kanë qenë dalesa të vështira, ke provuar emigrimin, ke provuar tranzicionin e artistëve shqiptar, ke provuar edhe këto ditët tona, ku është shumë e vështirë të bësh art, sepse ka shumë edhe vulgaritet, ka dhe përdorimin e këtyre mjeteve që nuk janë ekstra muzikore, dhe që kushdo dhe një nga rruga mund vijë dhe mund të mbaj vetëm për këngëtar, ndërkohë që pastaj këngëtari vërtet provohet aty live në skenë. Si ke përjetuar gjitha këto transformime që sigurisht ty të kanë bërë edhe më të fortë? Shansi është që unë kam jetuar në 2 milenium, 2 shekuj, pra karriera ime shtrihet që nga shekulli kaluar, 1000 vjeçari kaluar edhe sot. Ndryshimet e mëdha, epokale, normal që sjellin ndryshime edhe tek krijimtaria. Përjetimi i tyre është gjithmonë në mënyrën për të update si njeri, për të mbijetuar, ti duhet të studiosh pak a shumë, edhe nëse ai art nuk është ai të cilin ti e përfaqëson shumë mirë. Pra ti të marrësh pjesë, ndoshta jo komplet i futur, i zhytur, po i qi komen mund ta fusësh brenda. Pra te kjo pjesa si ne e quajmë në thojza, jo e pasur ose kështu, se nuk ka muzikë të keqe në këtë jetë. As nuk ka tinguj të këqij, ka vesh të këqij. Vesh të këqij, domethënë ata krejnë ndotësira në atë që ne quajmë të tërësishme muzika. Muzika ka formën e vet. Krijimtaria ka formën e vet. Sot është e vështirë me dalë, sepse sasia është shumë e madhe se cilësia. Edhe cilësia nuk vjet re përsa ku është sasia. Kalon cilësia në për sasia, nuk e ngjyros dot. Por në kujtesën kolektive të shqiptarëve, ose edhe të paktën të një brezi të cilit unë i përkas, ti ke hyrë me 2 këngë që kanë qenë njëra pas tjetrës, njëra në 88-ën, tjetra në 89-ën, edhe janë 2 këngë ndër më të bukura të repertorit shqiptar. Sytë e tu, e 1988-ës, me poezi nga Preç Zogaj dhe e kompozuar nga Ardit Gjebrea, një këngë e mrekullueshme, dhe pastaj Toka e Diellit e 1989-ës, ku ti fiton edhe çmimin e madh së bashku me 2 motrat, me Ritën edhe me Julin dhe me Manjola në Albanin. Në fakt, gjë e pagjast që në skenë të ngjitesin 4 interpretues në një këngë. Ishte shumë europiane si këngë. Rita ishte në salë, për në shifte, po unë ishe me Manjola me ishin trio. Me Julin, falë, po. Unë do të citoj disa tituj tjerë këngësh, edhe do të vijë për herë ajo kënaqësia dhe këngët e tjera. Pranvera me një lule vjen. Pastaj pranvera. Ose tjetër, sa herë që qenë lulja. Ose tjetra, këngë për derisa në 400, më zi cilë me kujtu. Kam 90 ka qenë hap dritarët e Europë. Tani kjo sa herë që qelë, u bo me famshme nga filmi, apo... Gjithmonë nga filmi. Gjithmonë nga filmi. Pastaj, shtrit me pas kitarët e Paqes. Pastaj janë kënga Liberta, Liberté, Liberty, Freedom, jemi ne, o moj botë, prak vitet 90, e trazirave. Kam ditë tjetër, dhe tekst Vladimir Muzhe, Vladimir Zhupa dhe
muzika hajzarian, ditja shumë e bukur ishte, dhe pse na gënjyët, na erdhi, po nes na erdhi, na gënjyët, dhe pse më theje marsi plot me lule dimër pas ke qenë, prap na latë ndimën. Riku, i mban mend tekstet e gjitha këngëve që ke kënduar? Unë të regjistruara kam 400 këngë, në gjuhë të ndryshme dhe në Shqip, edhe stilet ndryshme, por një natë performancë, unë kam gati 20.000 këngë, për më dash me të bënë një audiencë për shembull që nuk janë gjithë shqiptarë, po që të huaj, ku do në kinë. Pra duke futur në listë gjithë repertorin tënd. Cila është kënga me cilën ti je i lidhur më shumë shpirtërisht, ose është një këngë që për ty është më e dashura, nga gjithë ky repertori i madh këngësh? Zakonisht njerëzit, fenomenet lidhen gjithmonë edhe me titullin e këngës, që është edhe mu majtë mend makulaj, me u majtë mend. Për shembull, sytë tu është fjala syt, ti e përdor rëndom në ditë mbi 20 herë. Si kam syt, po pse po më shef. Pra do të thonë syri është gjithmonë pika e lidhjes së njerëzit me ambientin që jeton. Kështu që sytë tu bëhet mend. Edhe kënga është shumë e bukur. Po ti nuk mund të pyesësh për shembull, do ta kpusim mjekisht cilin do të put, cilin do më rujt. Ose nanes nuk e thuhet do të cili është fëmia më i mirë, pavarësisht se edhe kënga për artistin, ose domethënë poezia për poetin, ose për muzika për një kompozitor, nëse ka bërë sasi, ai nuk mund të veçojë një që është më bukur. Po, domethënë unë kam gjetë shumë veten tek disa nga këto këngë, që kam veten komplet. S'kam met as space, as hapësi, as vrim. Aty mbrana është këto këngë që zakonisht janë sot më evergreen, që është sytë tu, pranvera dolur shumë, janë të tëra bashkëpunimet me arditin më tepër. Ato kanë gjetur qik më, po vëllë tokë e diellit është shumë e bukur, është këngë e jashtëzakonshme, ose në çdo zemër një turket. Ti na fal detin, që edhe dallgët ja duam, një perlë. Kujtim Larë Small, pa vdekshëm, edhe Shkëmbi dhe Vala, pra janë këngë pa fund që... Riku, duhet t'i këndosh më shpesh këto këngë? Po i këndoj më shpesh, po zakonisht, kur shkojnë në këto koncertet, ata duan atë më kryesore, dhe kapin këtë edhe, mesin këto tjerë ka herë në hije, po në mbrëmjet e mia që bëjmë për shembull live, absolutisht janë gjitha këngët e mia, plus këngët e... Shiko, unë të nisa intervistën duke përmendur daljen tënde të fundit në skenë, dje në mbrëmje, por e mban mend daljen tënde të parë në skenë? Po, kam qenë 3 vjeç. 3 vjeç? Po, më kanë nxjerrë me thani poezi, nga kopshti me drejt që ishim. Një poezi, edhe do ti u hutovon se s'pash nanën aty. Në spektaktor nuk e pash nanën. A din? Hutovon me fillon më. Ishe i vetëdijshëm që ishe në një skenë dhe kishe një publik përpara? Nuk e kisha hallë, nana nuk ishte. Nana, a din? A fillon. Edhe ma thë, filloj se mendoj se më hutu nga ajo, por nisha hutu se nuk po shia njerëzit e mi. Pra ajo lidhja e fëmijës me gjinin dhe fisin. Atëherë e fill pash hallën. Ku e ke gjetur publikun më të bukur? Publikun më të dashur, më të ngrohtë, më entuziast? Kush ta ka falë më shumë dashurinë? Për shembull, tash zakonisht ne si artista gjithmonë për të marrë do të gjejmë fillim për të hequr emocionet e tua negative. Kur del si këtu, ky publik është i mrekullueshëm. Unë e di që unë ju kam kështu të rrata, një dorë turgine, jep një lloj. Por nuk do të them diçka tjetër. Kam pas raste për shembull që kam qenë duke performuar për një audiencë që më kishin thirrë menaxherët italian, dhe gjithë salla ishin shqiptar. Në larg në Alaska. Kishin përgatit repertor me këngë italiane, të viteve 60, pa kupton, këngë më të bukura italiane. Dhe kënga 3 do të rrugë kështu të ftofta si dikur në pallat kongrese, pa din. Ftofta aty. Ta bëjmë direkt rock and roll orkestrë, si thash, bëj program 3 shpejt, bëj pjesë muzikore. Kur dëgjoj aty, duket ralla 3-4. Mos më zojnë kush vendin, ishte çunjoni komë pa ishte kështu me skarigave. Mos më zojnë kush vendin në Shqip. Pash, atje më duke gjithë. Se gjithë ishin veshur trash, ishte ftoftë, ishte në qershor, po ftoftë prap. Direkt në gitarën, thamë orkestrës, do major. Po çfarë këngët ai kitaristi se lëshote dot kitarën, kitarën tjetër më punte. E gati,
E dy, e një, dy, të e fillë me solo. Napoleonin. Dhe aty është përtheu salla. Salla, ata 10-15 italian që mund të ishin salla ata bërditë, se këtu që në i gollë, në jo. Atëherë, scenjonin e mbi tavolina. Mi ato karikat, që bëm, dhe hypë në skena pak e lartë. Që të më puthë më këshu, për që afonin më shef më këshu, merë mikrofonin dhe Zevdeda, për mu. Të zefet më, Riku, me gjithë se ke luajtur pak filma, kanë qenë aq domethënë, sepse një pjesë e tyre ishin komedi shqiptare dhe janë ato që i kanë rezistuar edhe më shumë kohës, kanë qenë larg propagandës, larg ideologjisë, Ja, për në dhe sot janë aktuale dhe ndikjen. Shihen me kënaqësi edhe sot. Për shembull, kur hapën dyrë të jetës me doktorin atje në malë. Po, në Lëpush. Pa Lëpush, por të Vërmoshit, është i bukur shumë aja, edhe tematik. Me ambasadorin tonë që sot është në Kosovë. Po, me Petritin, po. Petrit Malajn. Është nesin. është ose flutën kabinetin tim, ose në Zhdostin, ose kur hapën dyrë të jetës, thame, po, fundin gjakmarjet, dasma shtyrë, 3 herë LX. Ashtu kështu. Por, mbreti i filmave mbetet edhe ashtu dhe kështu i Aja bujar është shumë aktual në tëra kohrat. Aty, pas edhe një film tjetër që është bërë tash i vonë, ka pas i role episodik aty, edhe një film që e kam bërë në Amerikë, me këto të Hollywoodit. Nëse nuk do të kishte ndryshuar sistemi, ndoshta do të kishe luajtur më shumë filma. Çfarë shihnin regjizorët këtu, kur të zgjidhin për një karakter, për një personazh? Zakonisht ishte një strukturë tjetër për zgjedhjen e elementeve aktorëve. Mendonin për shembull... Se Bujarin e kuptoj, për shembull, ka zgjedhur se këndoje bukur, ishe djali i pashëm, i fushës. Po, okej, pashëm, po thona. Zakonisht bëja kinoprov për rolin. Ishin 20 aktorë, 25 aktorë për atë rol. Kujt ja more rolin edhe ashtu dhe kështu? Me siguri do të ketë prikas për Arditin, po Arditin atë kohë nuk ishte për me ba filma, sepse kishte tjetër synime. Do të shkonte në Itali për master, edhe ashtu ndodhi. Mendoj vetë, se nuk e di të vërtetën, po më thënë e gëzovonat, ishte puna, filmi jepësh me kinoprov, roli jepësh me kinoprov. Sot nuk bëhet kinoprovës, i zgjedh artistët, merr buxhetin edhe... Jo, megjithatë ka... Për zgjedhje kinoprovës sot, no. Ka disa përzgjedhje, ka. Jo, sot, regjizori thot, do marrë X-in, Y-in, këta i marrë ata, për kaqë. Në që është dual për në i rol, marrë 2 vete, shëfë cilë është më i mirë, duke të najtë i fje me tek, duke bo mua bet, duke e pa dhe kaqë. Në përgjithësi sot djetë, marrën ato njërës klishe, me fjallë që vazhdojnë, e marrën po të njajtit njërës, sepse dinë që bo marrë këtë jetë, ka kënë të 3 vjetë pa ba filme, mas nga qëtë punë, qëtë të lashe. Riku, si shumë artistë të brezit tëndë, edhe ti përbalesh me ato sfidat, me vështirësit e kohës, me modernizimin e muzikës, me një lloj tjetër muzike që bëhesh, po gjithsesi ke ditur ti përshtatesh. Ke dhe një publik tëndim besnik, që të ndjek prej vitesh. Në tërë shqiptarin ka, në tërë botën, po thuj se mushet i salë, ku dion, minimalet 200 vetë ose maksimalet 1000 vetë, mushet në meteruat. Të dhe në mushet gjithmonë. Atë thamë, atë vazhdojnë atë devizin pak me humor, unë vazhdoj me rejt, të vazhdoj me hangër. Nërsa një disdet tjetër, një thënje që kam thonën, të varri jem dikur, kur do t'jetë varri, kur do që t'vi, do shkruhet aji që pati rastin e mirë me thonë 20.000 vetë kolegë. Të pushon aji 20.000. Të kenu të artistë është një privilegj. Shumë kolegë që këndojnë me autotune. është koha, gjithmonë ka pas shumë dëshira e madhe me kënu, por mund si ndoshta ma vogël se dëshira, edhe përdor autotunin për të qenë i sigurt. Ajo është gabim, po. Ti e ndjeri detyruar që të përballesh me këto trendet e reja, me ke bërë diçka që jashtë dëshirës tënde? Ja, për shembull kam projektin e fundit që po i risjell 15 këngët e mia më të bukura, në vite, 15,
në një stil të ri, me fjallë bashkohor, me studion Venom, mi përshnes Mjerin, Donaldin, Arbin, kam rast, kam sjellë materialet më të bukura të mia në një stil të ri për moshën e re, sepse më pa thonë një profesor që jeton, fatmirësisht është Robert Radoja, përshnesim. Profesori i madh, po. Për të kështi e i malta, ati në qaj, me kej defekt, tha. Ha më profesor, kur desisht ti, tha, 3 dit e do harrohesh. Po pëse më profesor? Sepse kanë shumë shtjeta me kënu kongë tuja. Do rinë kongë të tuja, do zënë mykë atje. Dhe pra dhe, tha, bëjt disa kongë, tha, për shtresat tjera, tha, më të thjeshta, më të koherente, edhe ata duke klikua këtë kongë, ka me dalë kjo tjetë, pasot e këte, pra ka me dalë arsenali o ti malë. Kështu që pa e morë këtë arsenal, tha ti me veti, me këtë lucidim, me këtë dritë, do harrosh për 3 ditë, edhe kështu ndodhë. Nuk do harrosh nëse do të vazhdosh të qëndrosh ende në skenë. Tani, te ky festivali i ri i pranverës që do të bëhet, tek rikthimi i këtij, ke ndërmend të ke një projekt? Po, më kanë ftuar, sigurisht, më kanë ftuar edhe... Me që u hoq edhe tavani moshës, se i kishin vënë tavan moshë. Më kanë ftuar, më thanë që do t'jesh herë i ftuar për ta përshëndetur festivalin, me kanë që unë jam një nër dikur, adin. Kemi sjellë gjërat bukura. I thash, pse jo, thash, në qoftë se ke ndonjë këngë, thash, kam dëshirë për vete të konkurroj, po kam qef të sjell një brez të ri që po i gjen dyrët mbyllurën. Brez i ri që marrën shkollat. Mos po i hap më shumë se ç'duhet në për televizione, në për me këto kanalet muzikore. Po të sjell cilësore, aty, mendoj. Edhe kam me bë një bashkëpunim, nuk e di, deri tash është jo do të thënë entuziast për të janë 1.000.000%, po është bukur, nuk po them që është modest. Mandej plane tjera, për shembull, vazhdimisht bëj një këngë në muj, ose prap me stilin gjysmë koherent e gjysmë Frederik, pra që mos me qenë, do të thënë, kreta ja. Krimtaria e fundit, unë jam për atyre që nuk i bëj videoklipe mi fund në këto mediat sociale, sepse do të marrë gjuhë parë për qa. Kur do me marrë unë i qësë të kë... Tek kanali jo të YouTube. Ja, për shumë, 2-3 nga këto video që pat ju për para... Janë edhe me leje dhe nuk mërnim do të gjërat... I kemi bërë vetë, videot, vetë kam shkru këngë, për shumë, 6 këngë për Shkodër i kam shkru vetë, si kantautor. I bëj vetë video, duke vetë administrimi. Dhe ja ku dalim prap të ka i shumë dimensionali edhe artist në të gjitha kuptimet. Thua, brezi im tashmë i dytë si artist, ndjen pak vështirësi në kompeticion me artistët e rinj. Është me vështirë të bësh sot muzik në kushtet e reja, apo dje në kushtet e censurës, të kufizimeve të tjera që kishte vendi? Zdoj po ka vështirësit e veta dhe letësit e veta. Sot, kush do mund të bëj një këngë, edhe e nëzjerë, varet sa hargjon e vetë si person, edhe si e pushat material që ka bërë, dhe si e nëzjerë. Të dalin këngë, për shembull, që sa herë që shefti një këngë, të kam një gjuhë kur, ose sigur kam një gjuhë gjithmonë, sepse këngët janë pothuajse aty, sepse është një lloj rrymet. Për para censura është shumë e dobëzdoshme, do thoja unë, në çdo vend botës. Sepse edhe në Amerikë, për shembull, ka censurë, jo dini demokracitë madhe, po ka censurë atje. Atje përdojnë në ditë diku të 200-300.000 këngë rap, ose hip-hop. Po stele në Amerikë mi nxjerrë të këngë. Ti marrë aty në lagje, i thu të lagje, 2-3 herë, përse marrën ajo energjia. Një këngë mund marrën fluturimin në Amerikë, nga këto, nga 200-300.000, bënë 5-6 milion këngë në vit. Hip-hop. Një marrë fluturimin. 2-3. është e vështirë ta qash tregu. Shumë e vështirë, sepse ka censurë, s'len. Thua diku tjetër, shumica e pseudo-artistëve të rinj që gjenden sot në udhkryq të pseudo-artit shqiptar, ku në përgjithësi predominon vulgaritetin në art. Si e sheti këtë tregun muzikor aktual sot? Si duk, kur ka arrit tregu me vu në paneli edhe art më ushit, normal që ka edhe vulgaritet. Unë nuk ashtë se dënoj vulgaritetin, po dënoj dhe më thanë guximin e njerëzve që nuk kanë kritik, nuk ka kritik artit Shqipëria, askush nuk guxon, sepse gjaja më bukur bëhet kur kritikohet.
Ai krijues në qoftë se ti e lën me shku në ujëra të turbullta ose jo të pastra, do të thonë ai vazhdon me bëhet të vetëm, me përsërit veten. Pra thellohet, do të thonë ajo mistikja mos me qenë e bukur. Prandaj them vulgariteti mirë është me pas censur modeste edhe kritik. Censur të shëndosh. Po, absolutisht. Jo, kam pa një emision në Kosovë këtë ditë, pra ditë që ato merren me këngët, edhe tekstin, edhe muzikën, po ç'është kjo? Po janë dy humoristë që më kanë bërë jashtë, po janë kritik në një sens shumë pozitiv. Sepse vulgariteti, mirë kënga është nga trot për shembull, kënga folklorike me këngën popullore, me këngë qytetare, me modin e huazuar të popullores, të futur me fjalë shqip, pastaj fjalë shqip të huazuar nuk di prej ka të shkurtura, trajta të shkurta, poezi pa formë. Këta janë thjesht që rinje nuk sot brezëri, në flasin gjithmonë brezëri ri, nuk thellohen shumë për të pa përmajtje një teksti që thot ai këngë, çfarë misionit ka ky artist, thjesht ti me lep, se me ike, ose pse s'ma the. Edhe shpesh habitem si ka mundësi që gjejnë tekste kaq vulgare pa pikë domethënie kur në Shqipëri ka poetë mrekullueshëm edhe ku mund të drejtohen tek librat e tyre për të marrë, nëse nuk kanë mundësi për tekste autentike për... Mase durimi u ka sos aty, nuk kanë qef me një pralla mo, ose duhen thjesht me pas vetëm skeptik. Ke ndërmend të bësh ndonjë album? Po, unë thash pra 15 këngë, plus këngë të reja, për shembull që kanë bërë një vit e gjysmë. Me çfarë tekstesh? Tekstet mia, tekstet e tua. Do i ke me tekste origjinal, pra kantautor, po. Në cilin dush tekst, po të citoj një prej teksteve të mia, për shembull një këngë për Shkodrën. E kuptoj. Një këngë për Shkodrën. Malli buron prej bunës, bus kalas ku nis magjia. Këngë e jare i fali rrugës, Shkodrançe ku atje në botë mbëlbëzën fëmia. Ah, ky mall, më i mall se malet e që kalb në lodh çdo fytyrë. Po ma gjenj një shkodran që s'nalet kur rozafa në shpirt e këqyr. Ah, sa mall fleteli qeni ku prarojnë veç yje han, valzat e argjenda, mëranda sa premtime majnë. Sa mall fleteli qeni ku prarojnë veç yje han, valzat e argjenda, valzat sa shumë syti kanë lanë. Kjo këngë dhurat prej mejet. Riku, të falenderoj, nuk dua të shtoj ma asgjë më shumë me këtë poezit mrekullueshme, me këtë tekst këngët mrekullueshme për Shkodrën tënde, s'ka se si ta mbyllim ndryshe. Vendlindja është gjithmonë në muzeu. Nëse folim kur gjo për projekte që kam me bos, s'keni qef një ditë. Do flasim një herë tjetër. Të falenderoj shumë që... Falenderoj edhe ju që s'na ndiqut projektet. Të falenderoj shumë që ishe në studio, edhe do të kemi pak minuta publicitet, mos u largoni se Andi Kurti ka përgatitur një material special për atentatin e fundit që ju bë presidentit Amerikan Donald Trump në një darkë me gazetarët, por ky nuk ishte atentati i parë, sepse Donald Trump ka pasur edhe 2-3 atentate të tjera, ndërkohë që historia e Shtetet Bashkuara të Amerikës na ka treguar se disa nga presidentët amerikan kanë vdekur pas atentateve tragjike, që nga Abraham Lincolni e deri tek John Kennedy. E ndiqni më njëherë pas publicitetit, bashkë me Rupap Shënesër. Riku, të falenderoj shumë.